Përshëndetje të dashur miq, si e kaluat festën e 1 majit, me ndonjë udhëtim larg ose afër apo në shtëpi me familjen? Në Kinë, përveç këtyre dy mënyrave, 1 maj i si vjetshëm ishte pak ndryshe, sepse u kremtua si një festë vlerjesh. Në prag të festës, qeveria kineze ndau kotën e dytë të subvencioneve të vitit 2026. Fondi me një vlerë prej 7.8 miliard eurosh do të financojë ndërimin e produkteve të vjetra si automobilat, pajisjet elektroshtëpiake të gjerpëra dhe inteligjente, produktet digjitale e të tjera. Konkretisht, subvencioni për ndërimin e një makine të vjetër me karburant me një automjet ri elektrik shkon deri në 20.000 yuan ose mbi 2.500 euro. Për ndërimin e makinës me karburant me një të re, po me karburant, subvencioni mund të arrijë deri në 15.000 yuan ose mbi 1.870 euro. Ndoshta ky subvencion nuk ju duket kaq shumë, por duhet të dini që në Kinë makinat elektrike shiten disa herë më lirë se sa në Evropë, kështu që një subvencion i tillë mund të zërë gati 10 deri 15% të vlerës së makinës së re. Përveç makinës, vlerja e 6 llojeve të pajisjeve elektroshtëpiake e aparateve elektronike, duke përfshirë frigoriferët, makinat larse, kondicionerët, ceullarët dhe orët inteligjente, mund të gëzojnë një subvencion sa 15% të çmimit. Lajmi i mirë është se kjo politikë vlen edhe për shtetasit e huaj, domethënë edhe nëse gjendeni në Kinë për arsye turistike ose biznes, mund të përfitoni nga ky subvencion shtetëror. Gjithashtu, nëse nuk keni kohë këto ditë, mos keni merak, sepse fondi i kësaj here është pjesë e planit vjetor dhe pasi mbaron ky kontingjent do të ketë të tjera në të gjithë vitin. Po pse kështu? Pas këtij veprimi, qëndron strategjia e caktuar në planin e 15 vjeçar të Kinës. Sipas këtij dokumenti, që përcakton drejtimin e zhvillimit të Kinës në 5 vjet e ardhshëm, nxitjes së konsumi i jepet një rëndësi më e madhe dhe qartësohet që duhet të promovohen më shumë modele të zhvillimit ekonomik të orientuara nga kërkesa e brendshme të nxitura nga konsumi. Ky është një hap i rëndësishëm gjatë transformimit të modelit të zhvillimit të Kinës. Pra, nëse në të kaluarën Kina cilësohej vetëm si fabrika e botës, tani ajo po e shndron rolin e saj në tregu i botës. Gjithashtu, politikat e tilla jo vetëm ndihmojnë në stabilizimin e rritjes së ekonomisë kombëtare, por edhe ofrojnë mundësinë për kompanitë e huaja. Mund ta marrim politikën e subvencioneve për ndërimin e produkteve të vjetra si shembull. Kjo politikë, duke ullur pragun për konsumatorët për të përfituar produktet e vjetra, jo vetëm që stimulon drejt për drejt të konsumin, por gjithashtu i shton rrull rritjes në industrinë përkatëse. Të dhënat statistikore tregojnë se vetëm në 3 muaj të parë të këtij viti, vëllimi i shitjeve me pakicë brenda që gëzuan raundin e kaluar të subvencioneve i tejkaloi 433 miliard yuan ose 54.2 miliard euro, prej nga përfituan 61 milion konsumator. Kjo ka nxitur edhe një rritje prej 2.8% të shitjeve me pakicë në janar dhe shkurt, me një rritjeje 1.9% më shumë se në dhjetor të vitit të kaluar. Me një fjalë, politikat të tilla i japin Kinës që ndodhet para një proteksionizmi global në rritje dhe trazirave që sjellin konfliktet gjeopolitike, besim për të përballuar sfidat e jashtme si barierat tarifore, bllokadat teknologjike, rënja e kërkesës së jashtme e të tjera. Sigurisht, në treg gjikant me konsum të qëndrueshëm me një popullsi prej 1.4 miliard banorësh, kontribuom edhe në rritjen botërore. Si destinacioni i dytë më i madh i importit në botë, vëllimi i importit të Kinës i kaloi vjet 2.3 trilion euro. Të dashur miq, me qenë produktet e kompanive të huaja mund të përfshihen në politikën e subvencioneve, nëse keni produkte cilësore që përshtaten me kërkesat e tregut kinez, tani është koha ideale për një eksplorim këtu. Çfarë po prisni? E janë në Kinë për vlerje ose për biznes?